Flirt apo thjesht batuta? Momenti mes Jozit dhe Brikenës ngre pikpyetje për raportin e saj me Mateon. Mbrëmjen e kaluar, Joz Marku ishte i ftuar në emisionin Top Arena, ku një moment i veçantë në studio tërhoqi menjëherë vëmendjen e publikut. Në të njëjtën studio ndodheshin edhe Brikena Selmani dhe Mateo Borri, çifti për të cilin prej kohësh po qarkullojnë aludime për një krizë apo edhe një ndarje të mundshme të lidhjes së tyre. Gjatë intervistës, mes Jozit dhe Brikenës u zhvillua një shkëmbim batutash që nga shumë kush u interpretua si një flirt i lehtë. Teksa Brikena e pyeti këngëtarin nëse ishte beqar, Jozi u përgjigj se aktualisht ishte single dhe menjëherë ja ktheu pyetjen asaj. Megjithse Brikena tentoi ta mbante bisedën në kuadrin e intervistës duke thënë se ishte ajo që po bënte pyetjet, Jozi nuk hezitoi të vazhdonte lojën me batuta, duke insistuar që edhe ajo të jepte një përgjigje. Pikërisht ky gjest i këngëtarit u komentua si një tentativë për ta vendosur Brikenën në një situatë disi të sikletshme, duke e zhvendosur vëmendje nga intervistat e statusi i saj sentimental. Ajo që ra më shumë në sy ishte prania e Mateos në studio. Ndërsa biseda mes Jozit dhe Brikenës zhvillohej, Mateo nuk dha asnjë reagim të dukshëm dhe nuk u përfshi në momentin që po tërhiqte vëmendjen e të gjithëve. Shëndrimi i tij i rezervuar ka nxitur diskutime të shumta, sidomos në një periudhë kur marrëdhënia e tij me Brikenën vazhdon të jetë objekt spekulimesh. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse e gjithë situata ishte thjesht një shkëmbim batutash spontane apo një moment i krijuar për të tërhequr vëmendjen televizive. Deri më tani, as Brikena dhe as Mateo nuk kanë reaguar publikisht për të sqaruar statusin e marrëdhënies së tyre, duke lënë hapësirë për interpretime të ndryshme. Për momentin, pyetja që vazhdon të qarkullojë është nëse kemi të bëjmë me një flirt të vërtet në ekran apo vetëm me një situatë të krijuar për spektakël, në një kohë kur raporti mes Brikenës dhe Mateos vazhdon të mbetet i paqartë.